Në ambientet e Filharmonisë në Shkup, u mbajt koncerti i muzikës shpirtërore Tasavvuf Musikisi, të bashkë organizuar nga shoqata kulturore dhe humanitare Ensar, Instituti Yunus Emre dhe Halkbank Shkup. Në ngjarjen kulturore e artistike performuan artisti i njohur shkupian Burhan Shaban dhe Mustafa Demirci nga Turqia, ku para një audiencë të gjerë kanë sjellur një mbrëmje të veçantë me interpretime të muzikës tradicionale shpirtërore. Në këtë mbrëmje të paharruar morën pjesë ambasadori i Turqisë në Shkup, Fatih Ulusoy, përfaqësues të institucioneve dhe organizatave turke dhe vendase, si dhe shumë qytetar e artdashës nga vendi dhe rajoni. Drejtori i përgjithshëm i Halkbank Shkup, Fatih Shahbaz, në fjalën e tij tha se dy artistët shërbejnë si urë lidhëse mes Maqedonisë së Veriut dhe Turqisë. Tasavvufi është një shpirt që është përthithur në këto troje dhe në shumë vende të Turqisë. Dëshiroj që pasqyrimi këtij shpirti tek secili prej nesh dhe këto melodi të tasavvufit t'i përsërisin gjëra të bukura shpirtit ton. Koordinatori i Yunus Emre në Shkup, Yunus Dilber, nga ana e tij, tha se si institucion këtë vit kanë realizuar aktivitete të ndryshme në rreth 70 vende të botës në kuadër të javës së ditëlindjes së profetit Muhammed, duke shtuar: "Shpresojmë që të jetë një program i bukur për kujtimor." Ndërkaq, kryetari i shoqatës kulturore dhe humanitare Ensar, Sulejman Baki, tha se si shoqat që nga viti 2002 vazhdojnë të shërbejnë njerëzve të vendit pa bërë dallime, kryesisht në fushën arsimit, por edhe në ndihmë reciproke dhe kulturë. Vazhdojmë pa ndërprerje me projekte dhe aktivitete që i drejtojnë botës sonë shpirtërore në çdo fushë të kulturës sonë nga aspekti shpirtëror. Pas fjalimeve, pjesëmarrësit e ndoqën me interes koncertin e interpretuar nga artistët e mirënjohur Burhan Shaban dhe Mustafa Demirci. Orkestra